thonë që nuk ka person, hall, gëzim, shtëpi, gur, dhi, mal, që ti nuk e njeh Mirela Kumbaro në Gjirokastër. Kuria e Gjirokastës është një qytet që të surprizon. Ti kujton se e njeh dhe prap hap një derë dhe zbulon diçka të re. Nganjëherë dhe njëjta pamje çdo mëngjes të shfaqet ndryshe, sepse është një qytet kaq sa misterioz, aq edhe goditës në të njëjtën kohë, kështu që është një lloj magjie ai qytet. Cilat janë 5 gjëra që nuk dim ne për një gjirokastrit? E para, gjirokastritët nuk janë fare koprac. Gjirokastritët janë nikoqir. Janë shumë zemërbardh. Gjirokastritët nuk janë zhurmaxhin, nuk përtasin në gjërat që bëjnë. Janë gjërat e bukura që flasin vet. Ne e pranojmë ndryshimin me pak vështirësi, duan kohë të bindem, se si puna e Shën Thomait duan ta vënë dorën në plak përpara se sa ta besojmë plotësisht. Dhe kjo është prap shenjë maturie. Janë duarart në shtëpi, janë duarart në artizanat. E ka thënë kaq bukur Ismail Kaderea ke kronik në Gursa që çdo përshkrim tjetër që ne njerëzit e zakonshëm përpiqemi t'i bëjmë aty qyteti është akti dështuar para përshkrimit që i bën ai. Ne gjirokastritët nuk jemi të lehtë që në momentin e parë, ndoshta arkitektura ka ndikuar, ndoshta guri ka ndikuar, ndoshta se po ta shikosh në Gjirokastër dhe dritaret janë të vogla, jepet më shumë mundësia për të parë nga brenda jashtë, jo nga jashtë brenda. Psikologjikisht jeni pak introvert, do të thotë profili juaj psikosocial është pak introvert apo jo, pak izoluar. Po, ndryshe nga fshatrat. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.